Jam Ergyle Gjurgjalo, lindur edhe rritur në Prizren. Për ndryshe, mire me prodhimin e plisave, tash e 20 vite, 4 dekada po bëhet që jam me prodhimin e plisit. Njëjtin kohë, nga të plisit i kam shtu edhe teshat kombëtare e çdo krajine. Sa ka qenë interesimi më i madh? Ka qenë në atë kohë interesimi më i madh apo tash? Po normal që atëherë ka pas interesim më të madhe. Tash plisi jon origjinal është në zhdukje sipër. Pse po menon që tu e pas parasysh që plisi është traditë jona? A menon që pak rinia sot ka deviju për i traditave tona? Shikoni, siç po cekni ju, plisi është një simbol shumë e vlefshme për kombin tonë. Tregon zemërbardhësinë, identiteti jonë është, e bardhë si bora, çka të them, e bukur, bio është krejt, kokën nxehtë verës do me thanë, i mban fllatë, dimnit i mban nxehtë. A mundesh më tregu pak për plisat, prej cilës kohë keni filluar dhe sa e vështirë ka qenë më mirë ti si femën me plisa? A ka qenë e vështirë kjo puna dhe a ki pas përkraje për i dikujna? Si që thash, 4 dekada mire me prodhimin e plisit. Sfidat mbaje kam pas zakonisht prej pleqve në shtëpin, që nuk kam besuar kur, ama mbështetjen kam pas shumë prej burit. Të më thëmë burin e ki pas përkraje më të madhe në këtë punë? Po. Unë kur s'kam dasht me najt me durt lidhura në shtëpi. Gjithmonë pas burit, unë në punëtori kam ardhë, edhe të ndihmu kurse pakës burit. Të ndihmu, as buri jem s'ka besuar që unë e mundem me dalë. Mundem me punu. Të pas parasysh që